Referu kuotave, jemi në një situatë të kontrolluar, të mirë kontrolluar do të thoja, nuk mund, jemi të rezervuar në shprehjen ndaj në këtë lloj situate, sepse siç e pat para pak orësh filloi një intensitet shumë i lartë i rreshjeve të shiut, por diçka është e sigurt që në mënyrë të vazhdueshme po punohet me kapacitet të plot. Dhe në këtë mënyrë menaxhohet kohë pas kohe dhe në kohë reale ne jemi në komunikim të vazhdueshëm për çdo eventualitet që mund të paraqitet. Komunikimi sigurisht është baza edhe themeli i cili na lejon që edhe të marrim masat parandaluese, por edhe të marrim masat për të ndërhyrë në momentin e duhur në situatat emergjente që mund të paraqiten. Paralelisht me gjithë komunikimet që ne kemi pas, është ba edhe komunikimi me banorët e zonave të cilat historikisht kanë qenë zona kritike për përmbytjet. Janë krejtësisht të përgatitur, madje janë marrë edhe masat për çdo eventualitet të mundshëm, për strehimin e banorëve të zonave që mund të konsiderohen si pika kritike në zonat e përcaktuara sipas njësive vendore bashkiake. Sigurisht, deri në këtë moment, me qenë se situata, sikurse ju thash, është e mirë kontrolluar, nuk mendojmë që të kemi eventualitete të tilla, por patjetër kjo mbetet gjithmonë në monitorim non-stop. Se takon kaskadës, nëse ndalemi tek traders centralet, kemi shtim të prurjeve, të cilat eventualisht mund të rrisin nevojën për shkarkime? Sigurisht që alerti është nëse do jetë e nevojshme edhe për shkarkime të kontrolluara gjithmonë. Kuotat kanë një rezervë të tillë që nga prurjet e deri tanishme, nga çfarë është raportuar nga institucionet përkatëse, nga njësitë përkatëse, nuk mendohet që mund të ketë eventualitete të tilla. Megjithatë, gjatë gjithë kohës patjetër që do të bëhet mirë menaxhimi në mënyrë sa më eficiente e të gjitha burimeve ose prurjeve, le të themi, ujore që mund të jenë, në raport më pas me shkarkimet nëse do të jetë e nevojshme.